Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka sulmon ashpër ish-deputetin Ervin Saliani, i cili javët e fundit nuk i ndal akuzat ndaj tij dhe Sali Berishës. Noka akuzon Salianin se ka kaluar muaj të tërë duke sulmuar opozitën dhe liderin e saj, ndërsa nuk ka artikuluar asnjë kritik ndaj kryeministrit Edi Rama. Ka 5 muaj nga mëngjesi në darkë që vetëm bën opozitarin e opozitës duke sulmuar Berishën dhe PD-n. Asnjë gërm kundër padronit Rama, ndërsa tani dele thot se tronditi sistemin, shprehet Noka. Ky i fundit shton se veprimet e Salianit nuk kanë sjell tronditje të sistemit, por përkundrazi i kanë shërbyer atij. E tronditi duke i shërbyer, nuk e mbajnë dot burgun burat me botoks e fillera, thot Noka. Ka 5 muaj nga mëngjesi në darkë që vetëm bën opozitarin e opozitës duke sulmuar Berishën dhe Partinë Demokratike. Asnjë gërmë jo fjalë kundër padronit Rama, ndërsa tani dele thot se tronditi sistemin. E tronditi duke i shërbyer, nuk e mbajnë dot burgun burat me botoks e fillera. Është reagimi plot i Flamur Nokës. Ndërkohë, një ditë më parë, kryesia e Partisë Demokratike mbulosi përjashtimin e Salianit nga gara për kreun e PD-s me argumentin se nuk është antar i partisë. Saliani ju përgjigj Berishës edhe për akuzat për lidhje me krimin e organizuar. Për Berishën ai tha se po bashkëpunon me kryeministrin Edi Rama për shkak të problemeve që ka me drejtësinë. Saliani thot se nuk do e ndjek procesin në rrugë ligjore, pasi beson te zgjidhja politike. Më 23 maj, Sali Berisha është i vetëm në të ashtu quajturën garë për kreun e Partisë Demokratike. Ai ka eliminuar çdo rival që i rrezikonte pozicionin, duke vendosur të mos pranojë asnjë kandidat, qoftë edhe formal. Kryesia e PD-s u mblodh një ditë më parë dhe miratoi vetëm kandidaturën e tij. Vendimi e redukton procesin e 23 majit në një votim me vetëm një emër. Elementi që e rëndon situatën është mungesa e çdo reagimi brenda partisë. Kjo heshtje nuk prodhon alternativë politike. Një parti që akuzon kundërshtarin për manipulim zgjedhjesh organizon një proces me një kandidat. Një parti që ankohet në BE për standarde demokratike nuk aplikon as minimumin e garës së brendshme. Emri i Partisë Demokratike mbetet formal, kur procedura reale e përjashton konkurrencën.